madhe të gazit lotësielës që është hedhur nga policia. Fation Gjinaj është në komisariatin numër 1 në Mosgaboj, Fation? Po. Atëherë, çfarë thuhet sa janë personat shoqëruar, si është situata në komisariate? Pra në komisariatit numër 1, ku është edhe numri më i lartë i personave të shoqëruar, për shkak të jurisdiksioni që ka pjesa e bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe qendra e kryeqytetit, është numri i konsiderueshëm i të shoqëruarve deri tani. Referuar burimeve jo zyrtare, por që janë marrë për shkak se palët janë interesuar për të afërmit të tyre, apo referime që kanë bërë tek subjektet dhe avokatët e tyre, deri tani në gjithë Tiranën janë arrestuar të paktën 20 persona. Numri pritet të jetë relativisht më i lartë në raport me atë çfarë po ndodh sot në rrugët e Tiranës, ku shumica e qytetarëve të ndaluar janë kapur pas përfundimit të protestës dhe në rrugë drejt banesave të tyre. Për të ndalur më specifikisht, jam në emra konkret me Rej Joldashi, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike në qytetin e Elbasanit dhe qarkun e Elbasanit, i cili ka ardhur në komisariatin numër 1 për shkak se disa prej antarëve të këtij forumi apo jo Rej janë ndaluar. Për kë bëhet fjalë konkretisht? Aty, përshëndetje, si drejtues i Forumit Rinor të Elbasanit bashkë me trit e qytetit tonë, dënojmë me forcë veprimet e policisë shtetit, e cila pak minuta më parë ka shoqëruar në kryetarin e Forumit Rinor, Alan Lika, gjithashtu dhe Anastas Memën, një veprim që e bën të padrejtë gjithë lirit njerëzore për të protestuar, të rive, dhe ky është shteti ku ne jetojmë, ky është vendi ku ne jemi. Prandaj dhe ne gjithë si forum e dënojmë të veprim dhe duam lirimin e menjëhershëm të nënkryetarit Forumit Rinor Alan Lika dhe të Anastas Memës. Si konsideroni këto arrestime në një kohë kur në fakt në protestat e shkuara gjykata i ka shpallur të palishme veprimet e policisë? Absolutisht papranishme. Dhe diçka tjetër në raport me veprimet e protestuesve, si e konsideroni sjelljen e policisë me atë gazin lotësielës që po raportohet gjerësisht tashmë që ka qenë edhe i skaduar, por edhe me ujin që ju hedh protestuesve? Absolutisht janë papranueshme. Të gjitha veprimet që janë bërë. Gazi, gjithë ne e provuam gazin, e kemi provuar me vite dhe sa vjen situata po bëhet më keq, nuk e kuptoj pse. Ajo që e bën më të papranueshëm shoqërimin e të rive është që ka ndodhur tek ETC-ja shumë larg kryeministri vendit protestës, siç e theksuat dhe ju, duhet të presin 72 orë që pastaj gjykata të dalë dhe thotë që ato kanë drejt protestojnë. Ato ishin në punë tyre, kanë dalur paqësisht. Prandaj dhe çdo gjë që po ndodhet e dënojmë me forcë dhe duam lirimin e menjëhershëm të rive, të gjithë Forumit Rinor, po edhe të Elbasanit patjetër. Faleminderit. Ishte Rej Joldashi, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, që sapo foli, po Armela? Po, kjo është situata e denoncuar prej aty, ndërkohë që ti the që ka dhe në komisariate të tjera, apo jo, kanë disa komisariate, po më shumë kanë në komisariatin numër 1. Po. Tani, doja të dija, ka informacione gjithashtu edhe për të miturin, ose nëse ka dhe të mitur të tjerë të shoqëruar për një nga të miturit, nëse ti e kes informacion, ose ka qenë situata shumë kaotike dhe është e mirë kuptueshme që mund të mos e kemi, se në cilin nga komisariati është shoqëruar ai mituri me emrin Romeo, ka qenë videoja që ju e keni përcjell në redaksi? Deri tani nuk kemi konfirmime. Policia me sa duket është ngarkuar me arrestime dhe nuk është përgjigjur informacioneve të drejtanishme që kemi kërkuar pranë saj edhe për këtë shtetas. Do të presim minutat apo orët në vijim për të mësuar më tej detaje, ndërkohë që siç shikohet edhe nga pamjet apo konstatohet, vjen të re edhe forma reprezale që përdorin uniformat e policisë së shtetit për shoqërimin e personave përfshirë mosha që janë deri diku të pamundura për të lëvizur, siç kemi parë me të moshuar, por sidomos pa kursyer edhe të miturit. Në qartë. Mirë, rilidhemi sërish më vonë. Fation, nëse nuk e gjë tjetër për shtuar, se u bën shumë orë në fakt që janë në transmetim dhe ndoshta diçka për sa i takon edhe gazit lotësielës që është hedhur nga policia sot, kolegët, por edhe ne kemi raportuar
me detaje se çfarë lloj gazi është përdorur dhe Klajdi Boldi solli një pamje. Ndjes, Klajdi Boldi madje nuk e di nëse ti ke mundur ta mësosh, ke mundur ta ndjekësh sepse ke qenë ndërkohë në raportim në pikë tjetër, ka sjell detaje nga bombula e gazit e skaduar. Pra ka dhe një tjetër element që ne do ta analizojmë. Jo vetëm kaq, por cili është në fakt pasoja, dëmi. Unë jam përpjekur gjatë këtyre minutave të komunikoj me përfaqësues apo ish përfaqësues të ushtrisë, të Gardës Republikës Burime pranë tyre dhe më është komunikuar që përdorimi i gazit lotësjellës kur është i skaduar, pasojat dhe efektet janë tmerrësisht më të rënda se sa një gaz normal që përdoret në situata të caktuara, të parashikuara në ligj dhe në rregullorën e organeve që i përdorin ato. Ndërkohë që pasojat sipas këtyre kontakteve, pra që janë persona të mirë informuar lidhur me jo vetëm procedurat e përdorimit të tyre, por edhe efektet anësore që kanë, thonë që përdorimi i gazit skaduar shkakton reaksione më të forta toksike se ai normal dhe brenda parashikimeve që duhet të jetë natyrisht brenda afateve të përdorimit të tij, sepse përbërësit kimik mund të jenë të degraduar, dëmtim i mushkërinjve, sidomos tek fëmijët, të moshuarit dhe personat me astm. Pra, ndodhemi përballë një situate jo vetëm të përdorimit dhe proporcionalitetit që mund të jetë të i kaluar nga policia, por edhe të efekteve anësore nga një lëndë e cila është e skaduar. E qartë, shumë e rëndësishme kjo dhe unë do ndalem tani më gjërësisht këtu. Faleminderit Fation, rilidhemi, të lutem kërko linjën nëse ka detaje. Para se të kaloj tek deputeti Gen Strazimiri, me të cilin do të konsumoj edhe këtë, japim pak një status që ka publikuar për këtë që tha Fationi, Besmir Semanaj, ekspert për çështjet e sigurisë, por edhe të IT-s, i cili sjell këto detaje që tha Fationi. Pra, përdorimi i gazit lotësjellës skaduar nga policia, shkelje ligjore dhe rrezik për jetën dhe jep disa element. Përdorimi i gazit lotësjellës skaduar, thotë, përbën jo vetëm papërgjegjësi profesionale, por edhe shkelje të drejtpërdrejta standardeve ligjore kombëtare ndërkombëtare, siç provohet nga etiketa e municionit gazit CS, i përdorur është i skaduar në korrik të vitit 2023. Kjo e bën atë të pasigurt, të paparashikueshëm, potencialisht më të rrezikshëm për shëndetin dhe jetën e qytetarëve. 1. Rreziku teknik i gazit skaduar nga pikpamja teknike, substancat kimike CS, që ne për të qenë totalisht transparent dhe etik, ne do të kemi sigurisht zërin edhe të ekspertëve që merren saktësisht me këtë fushë, po lexoj këtë që ka shkruar Besmir Semanaj, degradojnë, thot, me kalimin e kohës, duke prodhuar përbërje më irrituese. Mekanizmi piroteknik bëhet i paqëndrueshëm, me rrezik për djegje, shpërthimje të kontrolluar, shlirim të menjëhershëm dhe tepruar të gazit. Kjo do të thotë se policia ka përdorur mjet force që nuk i përmbahet më specifikimeve të sigurisë dhe së prodhuesit, duke e kthyer nga mjet kontrolli në rrezik real fizik.